Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj një ditë të bekuar. Uroj që të jeni zgjuar mirë, uroj që të ndjeni mirë sot, të ndjeni gati për shpjegimin e ditës. E nisim siç duhet live-in, vendose dorën te krahërori dhe konfirmoje me zë, unë jam dritë e Zotit. Dhe të gjitha bekimet po vinë drejt meje tani në këtë moment. Unë jam dritë e Zotit dhe të gjitha bekimet po vinë drejt meje tani në këtë moment. E përcaktojmë energjinë ku do vendosemi, ku do pozicionohemi dhe pastaj vazhdojmë me shpjegimin. Ne sot do udhtojmë. Do kthehemi në Sarandë, prandaj dhe jam vesh kështu gati për rrugë. Por nuk doja që udhtimi mua të më ndërpriste rutinën time dhe premtimin që i kam bërë vetes që unë do hyj live për ditë. E di që kur të kthehem në Sarandë do jem shumë e lodhur sot. E di që në mbasditë do jetë e pamundur ta bëj live-in, se do duhet të çojmë vajzën në det, kështu që ishte mundësia tani unë ta vjedh çerekore 20 minuta dhe të vi këtu të bëj këtë bisedë live me ju, dhe jo vetëm live, por më shumë edhe për personat e cilët sigurisht do e shikojnë të ruajtur në YouTube edhe në Instagram më vonë këtë video. Bllokimet emocionale. Emocionet e ulta. Ndjesia që diçka të pengon në brendësi. Bllokimet emocionale, gjithçka që ty të pengon në brendësinë tënde, mund ta imagjinojmë si një pengesë në brendësi, por që aty jashtë projektohet dhe manifestohet në shumë drejtime dhe aspekte të ndryshme. Një bllokim i caktuar që është krijuar te ty në formën e bindjeve dhe përpasoj është projektuar në fushën tënde të energjisë në formën e një frekuence të caktuar, imagjinoj si një gjurmë energjitike, le ta quajmë, këto janë bllokimet emocionale, dhe është energji vërtet e bllokuar, manifestohet në përditshmërinë tënde në të gjitha aspektet. Jo vetëm në vetbesimin e ulët, jo vetëm në guximin për të postuar online dhe për të hapur biznesin tënd online, jo vetëm në guximin për të vendosur limite për të thënë jo, jo vetëm në një prindërim të shëndetshëm, jo vetëm në një marrëdhënie të shëndetshme bashkëshortore ose në çift. Por manifestohet gjithashtu te financat, manifestohet e guximi për të bërë gjëra të reja, manifestohet e dëshira për të zbuluar hobit e tua dhe çfarë ti ke dëshirë të bësh në jetë. Dua të vi me një rikujtesë që në mëngjes më është shkarkuar si informacion. Një gocë kishte bërë një koment. Dhe është herë e parë në kaq kohë që e lexoj komentin dhe s'është më bën shumë përshtypje, por dua ta sjell te ju me një shpjegim sepse është e rëndësishme. Kishte bërë një koment në një nga bashkëpunimet që unë bëj me një biznes që bëhet fjalë për produktet që unë përdor për vete dhe vajzën më shumë se një vit e gjysmë, për detoxet. Kryesorja që vajza ka evoluar dhe është zhvilluar është detoksi, por jo të gjithë kanë informacione dhe jo të gjithë e kuptojnë. Dhe kishte bërë një koment, si ka mundësi ti reklamon gjëra pa pas informacion. Edhe më ndiqte, se hajde të ishte dikush që nuk më ndiqte. Në ato momente truri më tha, jo, Nati asnjëherë nuk reklamo, se por të qeti ke 6 vite dhe s'ke bërë asnjë reklam në Instagram, do kishe bërë leko goc, do kënaqeshe, po nuk jam unë e tillë që të bëj reklama pa provuar diçka vet, se nuk di unë të bëj reklama. Unë di vetëm të flas me bindje për një gjë që unë e kam provuar, të bëj reklama, të më thuash merre këtë reklamoje, nuk di unë të bëj reklama. Dhe në atë moment truri e bëri këtë analizë dhe për një moment truri më tha, imagjino çfarë trajnimi i kam bërë, më tha, ku hyn ajo këtu? Përveç se ti je profesioniste në këtë fushë, përveç se ti e ke provuar vetë, patë rezultat pozitiv me vajzën, ku hyn ajo këtu? Ka ardhur në shtëpinë tënde, në Instagramin tënd, duhet të dish diçka. Rrjetet sociale janë për ty. Ti mund të bësh çfarë të doj qefi në rrjetet sociale. Është e drejta jote të postosh sepse janë për ty, nuk janë për njerëzit që të ndjekin ty. Pra unë nuk do bëj një shpjegim këtu që të kënaqeni ju, unë do bëj një shpjegim sipas ndjesive të mia.
çfarë ndije unë që ti ke nevojë, ose çfarë ndije unë që unë kam nevojë ta nxjerr aty jashtë, të shtoj vlera, të sjell vlerat e ty. Nesër do postoj një video kot me pjatën e gjellës që ha, nuk ka rëndësi. Shumë nga ju bllokimet e brendshme nuk i lejojnë që ju të postoni të ekspozoheni aty jashtë, po nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. E pare punës ti humbet mundësinë për të provuar diçka të re. Pra bllokimet e tua të brendshme të heqin mundësinë për të provuar gjëra të reja. Të heqin mundësinë për të jetuar në një harmoni me të ardhurat, me financat, në një harmoni me marrëdhëniet me njerëzit që të rrethojnë. Dhe gjithçka nis nga aftësia që ti ke për të qenë magnetik. Magnetik. Në këtë jetë, duhet të mësosh se si ti jesh magnetik. Dhe ti jesh magnetik është një aftësi që e ka çdo qenie njerëzore, çdo njeri. Dhe nuk ka të bëj vetëm me frekuencat, dhe nuk ka të bëj vetëm me fushën elektromagnetike. Absolutisht ka të bëj me përgatitjen që i bëjmë në sistemit ton nervor. Të jesh magnetik ka të bëj me sistemin nervor. Ti lejosh gjërat të vinë te ty. Prandaj unë dua të bëj një pyetje. Sa i apo aft je ti, sepse është për të dyja gjinit. Sa aftësi ke për të pranuar gjërat të vinë te ty? Sa aftësi ke? Sepse universi ty të sjell vazhdimisht oferta, të sjell vazhdimisht bekime, të sjell vazhdimisht mundësi. Po sa i pranon ti ato mundësi? Sa aftësi ke ti të pranosh gjërat që janë duke ardhur drejt teje? E ke hapur derën apo e ke mbyllur? Dhe nëse e ke mbyllur, pse? Dhe këtu është zhvillimi personal, si gjithmonë, që duhet të punosh për të njohur emocionet e tua, bllokimet e tua dhe mënyrën se si ti funksionon dhe operon në këtë jetë, në këtë realitet. Energjia momentale kërkon nga ne që të rregullojmë dhe të balancojmë sistemin nervor në mënyrë që të dimë se si të jemi në një gjendje kreativiteti, në një gjendje sigurie në sistemin ton nervor dhe përpasoj bëhet harmonizimi në fushën kuantike. Dhe kur ndodh harmonizimi i sistemit tënd të energjisë me harmonizimin e fushës kuantike, ti operon dhe ekziston në ato frekuenca të cilat të lejojnë ta shikosh dhe ta pranosh bollëkun, financa, dashurinë, mirënjohjen, njerëzit e buzëqeshur e kështu me radhë. Por a je ti gati të hapësh derën? A je ti gati me një sistem nervor të stabilizuar, të rregulluar, të harmonizuar për të pritur dhe për të pranuar të gjitha bekimet dhe bollëkun? Nuk je gati. Janë gati vetëm ata të cilët bëjnë dhe kanë bërë punën e vazhdueshme me veten. Ma pse më dalin syt mua blu, unë kam jeshil. Sa herë ulem në këtë pozicion kam kaq ditë në live e dal me syt blu. Më habit vetja ime. Unë kam jeshil, pse më dalin blu ose gri, më dalin si gri. Nëse. Pra unë jam e njëjta, po të ndryshoj pozicion do më kthen jeshil. Zgjerimi i kraharorit. E shpjegojmë pak zgjerimin e kraharorit se është shumë e rëndësishme. Për të gjithë ju që jeni këtu live, duhet të dini diçka. Momenti që ti nuk beson, momenti që ti e ke të vështirë të besosh, që e meriton diçka, qoftë para, qoftë dashuri, qoftë një marrëdhënie pozitive. Keni parasysh që na merr malli për njerëz të vërtet që bën një bisedë pas një interes? Çdo njeri që ndërveprojmë sot e ka një farë diçka, një ngecje, nuk rrihet biseda për të gjitha këto aspekte. Kur ti nuk beson që e meriton, mbyllet, siç themin e mbyllet zemra, mbyllet qendra e katërt. Dhe kur mbyllet qendra e katërt, po ta shikosh, kjo manifestohet edhe në posturë. Shumë njerëz, rrallë janë ata që janë kështu me këtë qëndrueshmërinë natyrale, me kraharorin hapur, shumica i ketë rrumbullakosur, e kanë mbyll zemrën, e kanë mbyll kraharorin për të mbrojtur veten, sepse lëndimet përjetohen këtu, te qendra e katërt. Te qendra e katërt ka 3 portale, jo 1, po 3,
qendër, është portal shumë i rëndësishëm, është një vortex energjie shumë i rëndësishëm. Dhe ne e mbyllim, dhe kur ti e mbyll ke një rëndes në krahëror. Prandaj them unë gjithmonë, për të manifestuar ne duhet të hapim krahërorin. Dhe kur them të hap krahërorin, në mënyrën e drejtë për drejtë, drejto trupin, i lejon shpatullat të ulen, përpasoj kur ulen shpatullat, hapet krahërori, punon me frymarrjen e thellë me bark, 4 sekonda, e mban 4, e lëshon për 4, qëndron 4, frymarrja 4 orë, ose ke dhe frymarrje të tjera që aktivizojnë më shpejt sistemin nervor parasimpatik, gjendjen e krijimit dhe të sigurisë. Dhe momenti që ti e hap krahërorin me frymarrje, atëherë fillon të bësh ritualet i quajmë të manifestimit. Por asnjëherë nuk do arrish të manifestosh për sa kohë ke bllokimet e brendshme që ti nuk je i vetëdijshëm që i ke. Dhe ma besoj që bllokimet e brendshme, e di se si maskohen. Maskohen në mënyra nga më të ndryshme. Ti mund të kesh një bllokim ose një qëndrim të caktuar ndaj parave, ndaj meshkujve, flas për femrat që kanë vështirë të krijojnë marrëdhënie ose besim. Ti mund të kesh një qëndrim që ti nuk e di që e ke. Dhe ky lloj qëndrimi manifestohet në jetën tënde, në gjithçka. Ti thua po prit se unë nuk njihem dot me askënd. Unë nuk gjej dot një njerëz të saktë që ta njoh që të kaloj jetën. Ose shik si ka mundsi portofoli im është gjithmonë bosh, si ka mundsi mua nuk më ecën me financa. Pra ti ke këto lloj bindjesh, por ti nuk e kupton që është maskuar. Sepse nëse do ishte kaq e thjeshtë që këto bllokimet e brendshme të shfaqeshin dhe të manifestoheshin ashtu siç janë, në të vërtetë do kishte vetëm njerëz të vetëdijshëm në këtë botë. Po arsyeja që njerëzit janë të pavetëdijshëm është sepse besojnë maskat, besojnë maskimin. Pra kur ti bën punën me veten dhe kur ti njifesh me veten, arrin të rrëzosh maskat, të jetosh si vetja jote e vërtet, të njohësh brendësinë tënde. Tani dua t'ju pyes, nga 1-shit e 10, nëse vendosni një dhe dua përgjigjen këtu te live të chati. Nëse vendosni një shkallë që do vlerësojmë nga 1-shit e 10, sa mendon ti që ke aftësi për të manifestuar duke qenë magnetik? E kuptoni thelbin. Sa është aftësia jote nga 1-shit e 10 për të manifestuar duke qenë magnetik? Jam kureshtare të di vlerësimin që do i bëni vetes, edhe të di nivelin tuaj, sa ku keni arritur në punën me sistemin nervor. Manifestimi është 100% punë me sistemin nervor. Atëherë, 8, 6. 10 është shkalla maksimale, o kuptohet, 6. Unë ndjej 3. Kam akoma punë për të bërë. Ti jesh i vetëdijshëm që ke punë për aq poshtë, thot dikush tjetër. 8. Nuk ka lidhje poshtë apo lart, nuk ka lidhje, shiko. Unë për shembull kam qenë 0 më përpara, para se të bëja punën me sistemin tim nervor, sepse zemrën krahërorin e kisha të mbyllur, sepse operoja në energjinë time maskullore, normalisht që ti jesh magnetik duhet të kesh balancë të energjive dhe her pas here të operosh në energjinë femërore. E shikoj që shumë nga ju kanë nevojë. 2, 5, 6, 9, o Gjeni bëje 10, po e di që je modeste që s'po e bën 10. 0, thot dikush tjetër, s'ka problem, edhe unë 0 e kam pas. Duhet të dini diçka. Për të manifestuar, ti mund të manifestosh gjithçka që ke dëshirë të manifestosh. Dhe manifestimi nuk ka të bëjë me këtë aspektin spiritual pa baza shkencore. Manifestimi është shkencë. Pra unë të paktën si Jona i kam bërë një studim të mirëfillt procesit të manifestimit dhe çdo stad dhe çdo fazë unë e kam lidh me një proces të caktuar fiziologjik që ndryshon te ne njerëzit. Pra unë gjithçka dua ta lidh me shkencën, se ndryshon nuk e besoj dot. Jam shumë skeptike. Është profesioni im, po është truri im analitik, kështu funksionoj unë si Jona. Unë dua fakte shkencore për gjithçka. Dhe kur them për gjithçka, gjërat që intuita më thot po Jona, këtu ka fakte shkencore. Dhe manifestimi është proces. Dhe në atë proces ke shumë ndërveprime të hormoneve, ke shumë ndërveprime të pjesëve të ndryshme, truri, trupi, emocionet, përjetimi emocional, kimikatet, biokimia e gjakut, valët e trurit. Pra ti ke një ndërveprim të gjithanshëm, ku ti mundesh se cili nga këto element ta ndryshosh
dhe arrin një harmonizim të përgjithshëm ku secili nga këto element qëndron në atë nivel që duhet të qëndrojë për të ndodhur manifestimi. Sot nuk dua të flasim për manifestimin, sot manifestimi është një ndër aspektet ku pasqyrohen bllokimet e tua të brendshme. Nëse ti ke bllokime të brendshme, aty jashtë asnjëherë nuk do shikosh realitetin që ti do. Do shikosh realitetin që ti nuk do. Sepse ti manifeston, edhe kur thua unë nuk e dua atë, edhe kur thua unë e dua atë, ti je duke manifestuar. Po fatkeqësisht universi dëgjon gjithçka. Dëgjon gjithçka. Dhe nuk e kupton atë që ti do vërtet nëse ti nuk i thua. Unë dua një gotë ujë. Për shembull, nëse unë i them një kamarier që është në nxitim e sipër, mos më sill çaj. Ai fjalën çaj do dëgjoj, do më sjellë një çaj. Sepse çaj do dëgjoj. Nëse unë them dua kafe, ai do më sjellë kafe. Ti universit i thua nuk dua unë të ngelem pa para, nuk dua unë që të kem debate me burrin, nuk dua unë që të kem bllokime, nuk dua unë të kem ankth, nuk dua ankth, më shumë zhytesh në ankth. Unë nuk dua të jem kështu. Pa vetbesim, më shumë të kesh vetbesimit në ulët. Pra ti duhet të dish se si ti kërkosh gjërat në univers, ti duhet të dish se si ta programosh trurin për të manifestuar atë që do. Dhe unë këtë e kam kuptuar mbas shumë kohësh punë me veten, e disa analize kam bërë, e sa përballje me veten, e sa eksperimente kam bërë. Ka qenë presion shumë i madh për mua, sepse më duhet të manifestoja për vajzën, më imagjino ti si prind, nuk je një prind i zakonshëm, se unë si jam një prind i zakonshëm janë shumë anormale në këtë aspekt. Për shembull, unë prindërimin në sfidat që kam kaluar, ja do e shpjegoj pse jam anormale, në sfidat që unë kam kaluar në prindërim, shumë ndjekin vetëm ato këshillat ç'a thot mjeku, për shembull. Intuita mua më tha Jona, për autizmin shpëtoje vajzën, sepse kështu është çështja. Ata thonë ato që duan, që kanë interes, ti e ndjen që diçka këtu nuk shkon. Dhe krijova këtë formulë që krijova dhe për vajzën. Prandaj the jam anormale, sepse mua nuk më ndjen sa diploma në shkencë ka dikush. Kur mua intuita më thot, kur ajo gjëja këtu më thot, nuk është i pastër, nuk ka qëllim pozitiv, unë nuk e besoj. Ti mund të flasësh me fjalët më të bukura, unë të lexoj energjinë. Prandaj them jam anormale dhe më është dashur që të manifestoj dhe të eksperimentoj për vajzën, që të manifestoj realitetin që doja dhe e arrita. Dhe tani jam duke manifestuar diçka tjetër. Sepse manifestimi në të vërtet ose është si një tren që do heci i gjithë trenit, i gjithë vagonat në një drejtim, ose imagjino që gjysma hikën andej, gjysma hikën këtej dhe ndodh një kaos, një shkëputje, një shpërthim. Nga njëra ani e ti që do ato gjërat që të arrish, në anën tjetër është sistemi yt nervor i bllokuar, që beson gjërat që ti nuk do. Dhe bllokimet e tua të brendshme nuk të lejojnë që ti të jesh vetvetja, nuk të lejojnë që ti të manifestosh. Bllokimet e tua të brendshme janë energji e bllokuar dhe shumë gra dhe shumë vajza duan të bëjnë nëna dhe kanë dhe probleme me riprodhimin, sepse është energjia e bllokuar, janë bllokimet e brendshme. Dhe unë kam dëgjuar shumë raste që kanë pas vite dhe vite tentoni të bënin fëmijë, manifestonin për të bërë një fëmijë, dhe momenti që e lëshuan ato bllokime, ato energji, erdhi fëmia. Dhe këto janë ato rastet kaq janë mrekulli nga Zoti. Po, por diçka duhet të bëjmë dhe ne, se Zoti mrekullit aty ka. Ne në mrekulli notojmë, po çështja është sa e kemi hapur derën ne që mrekullit të vinte ne. A e ke hapur derën e manifestimit? A e ke hapur derën e sistemit tënd nervor, të fushës tënde të energjisë, të mendjes? Pra shumë e rëndësishme që të ezaurosh, të identifikosh, duhet identifikim i bllokimeve të tua të brendshme, dhe duhet heqësh maskat dhe të kuptosh çfarë fshihet në të vërtet. Puna me veten është gjëja më e rëndësishme në ditët e sotme, që ne jemi një nivel më lart në vetdije. Dhe këtu në planet momentalisht, flas në realitetin ku ne jetojmë, ka aq shumë frekuenca dhe energji të larta, sa ti mund të manifestosh çfarë të duash,
por para se të manifestosh më vjen keq të ta them, do ndihesh pak lëmsh emocionalisht dhe kjo është për mirë. Asnjëherë nuk do manifestosh jetën që ti do, pa ndier një lëmsh. Dhe të ta shpjegoj pak çka kam kuptuar nga vetja ime, ja ta shpjegoj pak se kjo është shumë e rëndësishme. Arsyeja që ti ndihesh e ngjecur momentalisht dhe e bllokuar, mund të kesh ankth, mund të kesh frikra, mund të kesh mendime negative, vetbesim të ulët, apo thjesht ndihesh sikur nuk di çfarë do të bësh në jetë. Është sepse versioni yt tashmë që e ka manifestuar jetën që do, është duke të tërhequr. Ti je duke kaluar nga një timeline të tjetra, nga një realitet të tjetri. Dhe që të kalosh nga një realitet të tjetri, duhet të dalin në sipërfaqe kalbësirat, mbeturinat, bindjet, bllokimet, frikrat, pasigurit, gjithë shka që të ka mbajt të vogël, sepse ti tani do bëhesh versioni yt më i fuqishëm në realitetin tjetër, që të kalosh nga një realitet të tjetri, duhet të lësh bagazhet mbrapa. Cilat janë bagazhet e tua? Cilat janë bagazhet e tua? Albulena thot, Jona, mund ta përgatisësh një seminar për bllokimet emocionale, thot pasi ka shumë nga këto bllokime. Albulena e dashur për ty dhe për çdo njeri tjetër që vërtet ka dëshirë ta përmirësoj veten. Ti nuk ke një, po ke 6 seminare, nuk ke një, po ke 3 trajnime. Deri në fund të muajit korrik kam ofruar për të gjithë ju që keni bllokime emocionale, për të gjithë ju që doni të i kaloni këtë versionin e vetes që keni krijuar për të mbijetuar dhe doni të kaloni në versionin e vetes për të manifestuar, pra për të jo për mbijetes, por për krijim. Jo për të mbijetuar, por për të krijuar, për të manifestuar, për të jetuar. Keni 3 trajnime për zhvillim personal dhe 6 seminare me 70% ulje. Unë kam 6 vite që krijoj për bllokimet emocionale, që flas, që predikoj, që studioj. Dhe kam bërë shumë seminare, kam dhe trajnimi për te limiteve njerëzor, që është trajnimi më i fuqishëm. Për pastrimin e këtyre mbetjeve, blokadave të brendshme. Atë ofroj në shtator jo tani. Për momentin keni 70% ulje. Dhe përveç seminareve, bllokimet emocionale, unë kam krijuar shumë në 6 vite, kam punuar shumë se kam kuptuar rëndësinë e zhvillimit personal. Janë dhe këto librat që unë i kam krijuar. Janë 2 manuale, 2 libra dhe një ditar manifestimi, specifikisht manifestimi. Pra dhe këto i keni me ulje çmimi. Gjithë muajin korrik. Kështu që unë do ju sugjeroj të gjithë ju që jeni këtu live. Sa po të mbaroj live-i, të kontaktoni me numrin e WhatsApp-it e profilim, të porosisni paketat e librave që ju përshtaten që janë me ulje, dhe të përfitoni zhvillimi personal, ta përfitoni se 70% ulje. Janë trajnime dhe janë seminare që të ndryshojnë mënyrën se si e shikon veten dhe jetën, të ndryshojnë realitetin. Ne operojmë në një fushë energjie, duhet të dini diçka pse duhet zhvillimi personal. Sepse kur ti bën zhvillim personal, ti operon në një nivel vetdije më të lartë dhe ndryshon frekuenca jote. Pra ti asnjëherë mos prit të kesh një jetë ndryshe duke bërë të njëjtat gjëra duke qenë në njëjtin njeri. Zhvillimi personal i duhet çdo personi që të rritet më lart në frekuencën e energji, sepse ne gjithmonë do pasqyrohet aty jashtë, brëndësia jon, pra jeta që ne shikojmë aty jashtë, ka të bëjë me frekuencën. Dhe kur ti ke hap kraharorin, hapja e kraharorit, kur ke hap ato dyert dhe pranon bollëkun dhe arrin të pranosh çfarë Zoti po manifeston për ty, sepse ti e thua si dëshirë, ti e jep si porositë e Zotit, po Zoti merr porositë. Dhe ai është duke e sjell, po ti nuk e shikon dot sepse je në frekuenca të ulta, duhet të çohesh lart. Duhet të hapësh derën e zemrës, duhet të pranosh bekimet. Dhe kjo është punë me sistemin nervor. Gjithçka është shkencë, unë këtu flas për shkencë. Unë këtu jam akoma duke studiuar shkencën. Unë këtu kam përfunduar 5 vitet e mjekësia, nuk është rastësi që unë kam dëshirë për shkencë. Unë jam e fiksuar me statistikat, gjithmonë kam qenë me matematikën, me fizikën, me faktet. Kjo jam unë, dhe nuk është rastësi që më pëlqen dhe më tërheq spiritualiteti dhe shkenca në të njëjtën kohë. Ktu ka një ndërthurje shumë të bukur, midis asaj që ka filluar dhe shkenca e konfirmon, sidomos me fizikën kuantike po bëhet super punë për të sjellë këto koncepte pak më abstrakte, për të sjellë për ne njerëzit si diçka më normale. Dhe ka vitet e fundit ka shumë kërkime shkencore që
konsistojnë për ta pranuar, për ta sjellë këtë gjë, po tashmë kjo ekziston, nuk mund ta fshejmë. Aspekti spiritual është një pjesë e jona, ose më saktë unë them ne jemi krijesa spirituale në një trup fizik. Ja që për ta analizuar trupin fizik na duhet shkencë, për ta analizuar spiritualitetin na duhet intuit dhe eksperiencë. Dhe vetëdija. Kështu që unë i kam të gjitha këto sepse kam pas kureshtjen. Por prap nuk mjafton kureshtja, të duhet shumë punë. Unë kam eksperimentuar, kam provuar, sistemi nervor, ma besoni, disi është sistemi nervor. Kur ti e ke një sistem nervor, ka dal nga shinat, them unë, e ke komplet jashtë gjendjes së qetësisë, të sigurisë. Edhe aftësitë e tua që ti ka dhënë Zoti, ti prap nuk i vë dot në punë. Sepse ti operon në mekanizma mbijetese. Dhe gjithmonë kur operon në mekanizma mbijetese, për trurin tënd nuk ka rëndësi të shikoj gjërat e bukura aty jashtë. Për trurin tënd nuk ka rëndësi të ëndërroj. Për trurin tënd nuk ka rëndësi të kërcej apo të buzëqeshi apo të jeti lumtur. Kur ti operon në mekanizma mbijetese, për trurin tënd ka rëndësi vetëm që ti të jesh gjallë. Po kjo nuk është e drejtë, sepse ti nuk je këtu të jesh gjallë, ta ka dhënë Zoti të drejtën. Ti je këtu të krijosh, ti jesh e lumtur, të shijosh. Dhe unë kur punova me veten, vura re që kishte ca bllokime o Zoti më thënë, shiko, jo vetëm bllokime të brendshme, po i ushqenin edhe bindjet, pra ushqesh edhe nga disa bindje. Dhe disa bindje të tipit mos qesh shumë se do të dali për keq. Ose do të thënë ca gjëra që tani them si i kanë besuar prindrit tanë këto gjëra, po ku është fakti shkencor që unë qesha tani dhe do dali për keq? Shkenca thot të kundërtën, sa më shumë të qeshësh harmonizon hormonet, biokimin e gjakut. Sa më shumë të qeshësh, truri krijon iluzionin që ti ke arsye për të qeshur dhe të shton më shumë lumturinë dhe faktet që ti të qeshësh. Pra, shkenca thot të kundërtën. Pse duhet ne mos të qeshim? Pra, shumë bindje të mijat e zmadhonin atë lëmshin, atë bllokimin e brendshëm. Prandaj dua t'ju rikujtoj edhe një herë. Keni mundësin deri në fund të korrikut 70% ulje. Kjo nuk është shaka, është jeta jote. Ti do kalosh javë dhe muaj, ne do vazhdojmë këtu punën e misionin që jemi duke bërë ne që punojmë me vete, dhe ti prap do kthesh, do thuash o jona, po merri tani me 70% dhe ulu puno. Ç'a do bësh gjithë verën ti? Ja shkove edhe në plazh, edhe unë shkoj në plazh, po ç'a do bësh ti? Nga ora 5 në mëngjes deri në 8 që duhet jetë rutina jote e mëngjesit, me ç'a do e mbushësh ti? Do shikosh qiellin, ulu puno, studio, mëso. Studio, gjën më kryesore në jetë, studio mendjen tënde, emocionet e tua veten. Krijo, jepi një formë të ardhmes. Se vërtet ne themi jetoj momenti, po ardhmja një formë do, ç'a do bëjmë të ardhmen? Do pres të visi të vi, jo, më nuk ka të visi të vise. Mund të vi edhe ashtu si nuk dua unë të vi. Do vi ashtu si që ndjej unë me zemër që do vi. Se mjaftu sfiduam nga jeta. Do vinë ditë të bukura edhe për ne, po ato ditë të bukura duhet ne të jemi gati t'ja japim porosi universit. Prandaj, pa përjashtim, nga të gjithë ju që e ndjeni këtë shpjegim, kërkoj të jeni të vetëdijshëm që nuk do vi askush të të shpëtoj. Nuk erdhi njeri, më nuk ma dha njeri forcën, më. U qurra vita, bëra dhe viktimën, kur mora diagnozën e vajzës. Kërkoja, shikoja ndritë të syrit e edin njerëzit, prindrit, të më jepni kurajon. Aty dola para pasqyrës, ka qenë një ditë edhe më kapi një qeshër, thash o jona, po ftillohu moj, pam, e zgjova të zgjoh. Nuk je ti e tillë që të ta japi njëri forcën dhe kurajon. Ti gjithmonë e ke gjetë aty brenda, gjyja edhe këtë herë, dhe u çova, dhe i dhash drejtin vajzës dhe vetes sime se nuk do vi askush, ne kemi nevojë për heronj, po heronjt në vërtet në jetën tonë është versioni ynë në të ardhmen, ai është heroi vërtet, dhe ne duhet japim leje versionit tonë në të ardhmen të na marrë dorën, të na tërheqi. Prandaj pa përjashtim nga të gjithë ju dua të interesoheni, të regjistroheni 70% ulje, zhvillimi personal, te numri WhatsAppit që keni te profili im. Është shumë e rëndësishme të bëni ato rrugë që dikush e ka bërë me sukses dhe mirat të tjerë mbas meje, se unë kam pasur shumë studentë në kaq vite që kam punuar me ta me shumë sukses. Është shkencë gjithçka, nuk flasim për gjërat në ajër, duhet të harmonizosh qendrat e energjisë, duhet të harmonizosh valet e trurit, duhet të harmonizosh biokimin e gjakut, duhet të eliminosh energjitë e bllokuara, sepse kur ka energji të bllokuara shfaqet edhe sëmundja fizike, sëmundjet autoimune, problemet me tiroiden, sëmundjet kardiovaskulare, sidomos problemi me traktin gastrointestinal, sepse kemi nervin vagus të bllokuar. Është e rëndësishme ta bësh punën me veten në radhë të parë për të pasur një jetë kuptim plot. Sepse shikoj atë të bëj një pyetje, ti që e mendon ta bëj apo mos ta bëj.
Apo të mendon të lexosh një libër, librat po që duhet i lexoni dhe kur jeni në plazh, mos rrini kot të shikoni njerëzit si e kanë trupin, lexoni libra. Mos më rrini kot gjithë ditën duke parë televizor, emisione apo filma, uluni bëni këto trajnimet, 70% ulje çfarë doni, më 6 seminare, 3 trajnime, ti e kompletuar. Ti e kalon veten në nivelin më lart, në një nivel më lart të energjisë. Dua të shpjegoj një koncept që jo shpesh flitet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, dua ta ndaj sot me ju. Ka të bëjë me energjinë. Gjithashtu ka të bëjë me energjinë. Po është një koncept që nuk i jepet aq rëndësi sa ka nevojë për t'ju dhënë. Komentet do i lexoj në fund. Firma jote energjetike në këtë realitet. Firma energjetike unë quaj një njeri që pa folur është aty në një ambient të caktuar dhe ti ja lexon në aurën, ja ndjen energjinë. Ata që nuk din ta lexojnë aurën pa problem, se këto janë gjëra më të avancuara që unë kam vite që i praktikoj, por që më kanë ardhur natyrshëm, se nuk është se kam pas dëshirë, thjesht më kanë ardhur natyrshëm edhe i pranova se dhunti që më ka dhënë Zoti. Por dikush që e ndjen energjinë, e lexon energjinë, është firma energjetike. Imagjino, siç hedhim ne firmën, ajo është një firmë energjetike, firmë në formë energjie. Një njeri që bën një bisedë me ty, një njeri që paraqitet diku, qoftë edhe në një metro plot me njerëz, ti arrin ta dallosh atë person që firmën energjetike e ka shumë lart me energji, me shumë frekuencë. Dhe ne në këtë botë vim dhe lëm një firmë energjetike. Ka njerëz të cilët firmën energjetike të tyre nuk janë të vetëdijshëm që e kanë, apo s'kan fare. Kanë, po është energji shumë dense dhe e rënduar dhe me gjykime, me kritika, me mosbesim. Këta njerëz mirë është t'i lëm aty ku janë dimensionin e tyre. Ka persona të cilët kanë një firmë energjetike shumë të sinqert, shumë të pastër, me energji shumë të lartë, që ka të bëjë me kreativitetin. Dhe çfarë bëjnë këta persona? E vëzhgojnë veten, thonë po më kam dhe unë dëshirën edhe nevojë për të ndryshuar veten, arrin të flasin për gjëra më të avancuara sepse i kanë përjetuar. Firma energjetike është ajo kush ti je në të vërtet në bazë të zakoneve të tua të përditshme. Çfarë bën ti në një ditë, në mënyrë që firma jote energjetike të jetë me frekuenca të larta? Çfarë bën në një ditë? Nëse ti në një ditë nuk bën asnjë veprim që të rrit energjinë, siç mund të jetë të flasësh për gjëra, të shkruash, të meditosh, të punosh me bllokimet e brendshme, të lexosh një libër për zhvillim personal, të shikosh një dokumentar që të hap mendjen, të dalësh në natyrë, të notosh, të mësosh diçka të re. Këto e rrisin frekuencën në firmën tënde energjetike, zakonet e përditshme. Dhe unë mendoj, dhe nuk mendoj, po e kam vërtetuar te vetja ime, që një njeri sa më shumë të fokusohet te vetja, aq më të fuqishme ka firmën energjetike. Sa më shumë të kesh fokusin të vetja jote. Ja, po ju kthem komenteve shpejt e shpejt. Arta thotë e vërtet kam përfituar shumë nga trajnimet me ty. Arta, më vjen mirë. Kënaqësi që je akoma këtu. Farmavic thotë ëndra në diell. Shiko, duhet të dini edhe diçka që patjetër janë ëndra në diell. Dielli ka shumë frekuenca të larta. Dielli nuk është thjesht diell, është portal energjie. Na jep ato kodet e dritës, ose më saktë na ndihmon me frekuenca të rrisim kodet e dritës. Ka pas stuhi diellore këtë periudhë që u rrit gjithë kjo vetëdije e lartë te ne dhe fillon protesta e shumë gjëra. Kështu që ëndrat janë gjëja më e bukur dhe sidomos ëndrat në diell, sepse njerëzit ndahen, janë ata që shikojnë ëndra në diell, siç thot personi në fjalë. Që shumica nuk i beson këto, por ne i besojmë, i jetojmë. Jeta është çfarë atë që beson atë do jetosh. Dhe ma beson nisur nga profili yt, mendoj që je në një energji shumë dense. E lexoj këtë gjë. Dhe mendoj që je aty ku duhet të jesh. Kur
të hapësh zemrën, atë punë s'do e bësh dot më, se nis çdo gjë nga profesioni. Shenja e parë që rritet vetdia është profesioni, do të ndryshosh profesioni se bën dot më atë gjë. Kur shikon sado pak pa drejtësi në atë gjë që bëhet, del, i bën skip. Jona, kur i fillon trajnimet? Trajnimet janë të regjistruara, trajnimet e zhvillimit personal. Momenti që ju regjistroni, filloni me njëherë dhe keni access brenda 1 ore, dhe keni pastaj gjithë jetën access aty, pra dhe kur mbaron trajnimi riktheheni sa herë të doni ju. Trajnimet janë të regjistruara dhe nuk janë live me mua, janë trajnime që janë zhvilluar live kur unë kam bërë me grupet e asaj kohe, por janë të ruajtura të gjitha. Trajnimet që janë live me mua 1 me 1, që ke kontakt të përditshëm është menaxho anktin, frikën dhe mendimet negative që është në muajin shtator, por deri në shtator është shumë kohë e gjatë, prandaj ju kam ofruar seminaret dhe librat me ulje që të punoni tani me anktin. Është trajnimi për te limiteve njerëzor, që është gjithëpërfshirës, traumat, bllokimet emocionale, këto që diskutuam, energjia dhe për te kësaj. Flasim edhe për te këtij dimensioni që nga titulli për te limiteve njerëzor, por fillon dhe ai në shtator, është 1 me 1 kontakti përditshëm me mua në WhatsApp. Por, ka qenë shumë larg shtatori, keni seminaret dhe trajnimet që mund të punoni tani. Dhe për të dyja këto trajnime, te seminaret, përveç se i merri me 70% ulje, gjeni dhe një kupon aty brenda, 20% ulje për trajnimet në vazhdim. Në Zoom a ka prap seanca. Për çfarë e ke fjalën? Seanca unë kam lënë 5 hapësira, shiko. 2 nga ato janë plotësuar, po unë lë 5 hapësira urgjente gjatë muajit. Dhe janë për personat që kanë mendime për t'i bërë keq vetes, personat që kanë ankth ekstrem dhe atak paniku, prindrit që kanë fëmijë me autizëm dhe duan nuk presin dot të bëjun atë PDF gati manualin, po duan diçka urgjente, dhe studentët. Studentët gjithmonë e kanë derën hapur te unë, pra ata studentët dhe ish studentët. Pra lë 5 hapësira që janë seanca individuale 30 minutë, jo më shumë, i lë vetëm për këto raste, po seanca unë nuk bëj. Nuk bëj se marrin shumë energji, më marrin shumë kohë. I lë vetëm për këto. Sa po mëra një lajm pozitiv tani në WhatsApp. Sa e lumtur jam. Mëra një lajm pozitiv, shikon? Universi, kur ti i hapesh, manifestojnë gjërat kështu. Jam shumë e lumtur. Faleminderit. Faleminderit. Të dua shumë. Kujt i them kështu Zotit? Faleminderit, të dua shumë. Edhe diçka thot dikush, për shumë faleminderit Fationa, shoqyr të kemi, sidomos ne që jemi në vend të huaj. Më kujtohet viti 2021 dhe kam qenë në Vjenë dhe nuk erdhëm dot me pushime se s'kishim kokër leku. Edhe sa kishim emigruar dhe Covid dhe se ngeli Instagrami se kam këtë limitin ngjasme. Dhe isha e mërzitur, si do e shtyt çfarë do bëj, po punoja me vete normalisht. Dua t'ju rikujtoj që ju që jeni në emigrim dhe keni ngel, nuk bëni dot pushime, nuk keni dokumenta, nuk keni kohë, nuk keni lejet e puna, nuk e di. Merrini këto trajnime dhe do kënaqeni. Do kënaqeni. Librat, edhe librat mund t'i porosisni, po vonojnë 2 javë të vinë jashtë, po trajnimet. Dhe futuni me kokë zhvillimit personal, bëni diçka për veten, mos rrini si të mërzitur, dilni në natyrë çdo ditë, shkoni diku në një pishinë, abononi të bëni notë, se notit ndihmon shumë, bëni diçka për veten tuaj, mos rrini në heshtje, mos rrini në atë zymtësinë. Lumturia nuk varet nga lokacioni fizik. Ti ku je, aty ku je, duhet të bësh diçka për veten tënde, kudo që ti jesh, se e kemi detyrë ndaj vetes këtë gjë, duhet të bëjmë diçka për veten tonë. Dhe unë për gjëra të mira të bëj harë, mbaj mend seriozisht bëja fitness, ju futa seriozisht fitnessit. Doja të bëja not sa të duash. Po s'kisha mundësi, çfarë do bëja, do qaja të bëra fitness. Jona dhe përshëndes se si mund ta marr librin. Kontaktoni te kjo faqe për të porositur librat. Sapo i bëra libra transformues, sapo i bëra tag. E doni ta thot sa mirë që jona, po mos jo nga gjumi, kënaqësi. Është kënaqësi që ju ndihmoj, që ju motivoj dhe mbi të gjitha ju mësoj mënyra funksionale që bazohen në shkencë se si ju ta ndryshoni jetën tuaj, sepse zhvillimi personal aq i thjeshtë sa është edhe aq delikat është ndonjëherë sepse ti ndërhyn te vetja jote dhe aq më tepër në ditët e sotme që zhvillimi personal keq kuptohet. Pra zhvillimi personal, dikush bën meditim e quhen zhvillim personal. Meditimi nuk është zhvillim personal.
Mos t'i ngatrojmë gjërat. Zhvillimi personal është shkencë, kërkon shkollë të mirëfillt, është rrugtim, është destinacion. Zhvillimi personal nuk është mbyll syt dhe medito. Meditimi është një aspekt i njohjes së vetes ose më saktë, është një aspekt që ti ke mundësi të lidhesh me veten tënde më të lartë, por nuk është zhvillim personal i mirëfillt meditimi. Zhvillimi personal kërkon trajnim. Kështu që për t'i marrë libra të kjo faqe, ndërsa për trajnimet me 70% ulje, unë do ju sugjeroja të shkruani te numri i WhatsAppit që është këtë profilim dhe keni mundësi, po qanë vajza, se Edi ka ka çuar makinën në servis, t'i bëjmë një kontroll me që jemi për rrugë, se ç'a bënte një shurm. Edhe tani po doli vajza, tani do më duhet ta mbyll. Sporri vajza, po qanë. Po qanë. Kështu që po ikit e vajza. Atëherë, grupi për trajnimet, ju dua shumë njëri, ju dërgoj shumë dashuri. Flasë për gjërat e rëndësishme, fokusohu, pozicionoje vete sepse ti ke një firmë energjitike, unë përruaj live-in ta ridëgjosh edhe një herë, shumë e rëndësishme që të manifestosh, shumë e rëndësishme që të vinë gjërat siç më erdhi mua ky mesazh tani, mezi pres ta mbyll live-in edhe jam shumë e lumtur. Është diçka, është herë e parë në Shqipëri që do ofrohet një gjë e tillë. Jam shumë e lumtur, mezi po pres. Ka të bëjë me zhvillimin personal. Ka të bëjë me zhvillimin personal të ka 4 vite që ka filluar kjo gjëja. Më në fund po merr formë. 4 vite, ej. Dhe më në fund vendosa dhe do marri formë. Kështu që Jona, të lutem një live për fëmijët tanë, të lutem. Ada, do të thuash atë që nën kuptoj unë, se unë e di për çfarë e ke fjalën. Nuk jam gati akoma për atë live, po për fëmijët në përgjithësi, shiko, duhet të dini dhe diçka. Kam bërë një seminar si të jemi prindër të vetëdijshëm. Pra, të gjitha këto 6 seminare dhe 3 trajnimet i përfshin të gjitha aspektet e jetës, prindërimi, emigrimi, çdo gjë, financat. Kështu që ju i merrni të gjitha paketë dhe keni mundësi të studioni nga fillimi në fund, janë 200 euro me 200 euro. Një drekë e një kafe, 200 euro, 2 veshje që merrni kur ikni me pushime. Se tani më vjen dhe kështu që e përmend, është zhvillimi yt personal. Nga 700 euro e kam dhënë 200, sa ta lë 20. Duhet kem dhe respekt për punën time dhe mundimin që i kam krijuar, se është dhe janë vite studime, profesionim, sa nuk është se kam ardhur nga rruga dhe shes lecka. Tani kuptojeni edhe këtë gjë dhe respektojeni edhe pozicionin tim. Unë vërtet bëj live këtu me gjithë shpirt për ju, po nuk do të thotë që s'kam ç'a bëj me kohën time, apo nuk do të thotë që unë mësova përmendësh këto. Këto janë gjëra që burojnë nga zemra, burojnë nga dia, burojnë nga vite studime, burojnë nga eksperienca e jetës. Jo çdo njeri ka guximin ta thotë, dhe ata që e kalojnë nuk është se janë nxjerrin mësimet, janë akoma në atë pellgun e vuajtjes, në mbijetesës, të viktimizimit. Kështu që kaq mund të bëj për ju, nëse nuk e vlerësoni dhe këtu, nuk kam ç'a të bëj më shumë se kaq. 70% ulje, 6 seminare, 3 trajnime, hap mendjen tënde, zhvillo veten, rrit energjinë tënde, qëndro një prind i vetëdijshëm. Gjithçka, përmirëso financat, ç'a do më shumë se kaq. S'ke mundësi, urdhëro, merr një libër, ja. Merr këtë librin dhe lexo. Si të mendosh pozitivisht, ke ankth, puno me këtë. Prindërimi, puno me këtë në kërkim të lumturisë. Pra, nuk mund për çdo temë mund të dal dhe të flas. Flas në mënyrë dje fola për mëmësinë, roli si nën, prindërimi ishte shumë e fuqishme ajo, dje e gjeni të ruajtur këtu. Por disa gjëra duhet i bëni edhe vetë, se jo çdo gjë mund të ta japin gati, duhet edhe të kërkosh, të studiosh, të mësosh vetë. Kaq, tani për çdo pyetje, se janë ca pyetje, domethënë që mua më duken pak qesharakë, sa kushton libri. Tani unë nuk është se po dal këtu edhe të shes libra, unë kam punësuar stafin, edhe kam njerëz që i paguajnë, kam hap një librari, paguaj detyrimet në shtet, për këtë arsye që unë t'jem e qetë të krijoj, t'ua shpjegoj dhe ju të shkoni t'i blini diku tjetër. Me këtë rast të gjithë ecin para edhe të gjithë bekohen me financa të mira, pse jo. Kështu që nuk punoj vetëm, punoj me njerëz dhe bashkëpunoj me njerëz. Prandaj shkoni te faqja e librarisë, pyesni sa kushton libri, po ju intereson, merreni, po më duket pak për një libër për zhvillimin personal, nga një mentore që ke njohur që e dëgjon në shpjegim ta pyesësh sa kushton, mos pyet paktën. Mos pyet, merret ç'a more këtu në live, futi në zemër, futi në mendje dhe ec. Për ju të tjerët ju dërgoj shumë dritë. Faleminderit që ishit këtu. Duhet të rrisim pak vetëdia, nëse konceptoj të futem në një live të Meli Robbins apo të dikush që bën seminare, që edhe Meli nuk është se bën kaq shumë kohë të fundit, po nejse. E të futem edhe t'i them sa kushton. Po jo, po do ta blej. Unë do ta blej siç e kam bler. Ose nuk do flas sa kushton një libër. Nuk është nevoja ta fusni veten në këtë lloj energjie, në këtë lloj vibe. Tani ikat e vajza, kalofshi sa më mirë.
Okej. Tash se më folën mua, po jo, okej. Kam merakun e vajzës, sepse nuk dua asnjëherë ta lë të qaj shumë duke më kërkuar mua, se krijon atë si traumë që ku vajti mami. Kështu që unë po iki. Kaq, firma energjetike ruaje mirë nga bota, ruaje mirë nga bindjet e tua mbi të gjitha dhe siguro që të arrisësh frekuencën e firmës tënde. Gjithmonë mbaj mend, çdo ditë kur del nga dera e shtëpisë, ti ke hedh një firmë, ç'a energji ka, ç'a frekuencë ka. E mbyllim? Do shihemi nesër. Nesër me shumë mundësi do jetë herët në mëngjes, nuk e di si do zgjoheni dhe kur do zgjoheni, por me shumë mundësi nesër do jemi herët në mëngjes. Sigurohu puno me këto, mos e lër kohën bosh dhe sigurohu oferta 70%. Kaq kisha, kalofshi sa më mirë, dëgjojmë nesër në temën e ditës. Bye, bye grupi.